شهر كريم قد أطل صباحه إن الجهاد مجاميع الإيمان شهر كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala, mëshira e Allahut qoftë me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Pasi që Allah subhanahu wa taala u ka sqaruar njerëzve se gjithçka që vjen në fe është në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është sqaruesi i Kur'anit. Për të njerëzit kur nuk kanë mundësi me kuptu Kur'anin pa sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që do të thotë se për më kuptu e fen, për më kuptu Kur'anin, hadithi, suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është i domosdoshëm. Patjetër, se nuk kuptohet feja, nuk kuptohet Kur'ani, as nuk kuptohen ibadetet, as nuk kuptohet realizimi i tauhidit, as nuk kuptohet largimi prej kufrit e shirkut, pa sqarimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej shembujve të shumt i përmenim vetëm shtyllat e Islamit. Hadithin të cilin e transmeton Imam Buhariu në Sahih, që nifet si hadithi Gjibrilit, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë ul dhe ka ardhur Gjibrili ka pyet në formën e njeriut: "Ja Muhammedu, akhbirni ala al-Islam." O Muhammed, ka zëm çka është Islami. Qal, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "An tashhadu an la ilaha illa Allah." Me dëshmua shahadetin. O anni Rasulullah, se adhurimi takon Allahu subhanahu wa taala dhe unë jam i dërguari i Allahut. O tuqimu s-salat, me fal namazin. Të gjitha ajetet të cilat kanë ardhur në Kur'an, asnjë prej tyre nuk e kallzon çysh falet namazi. Asnjë prej ajeteve nuk i kallzon kohët e namazit. Kur falet namazi? Çysh falet namazi? Në asnjë ajet në Kur'an nuk specifikohet sa është numri i rekateve farz namazeve. Tash, mos më konë suneti, hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shtylla e dytë e Islamit më njëherë bjen. Shtylla e parë e Islamit, shahadeti, me thënë la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Shtylla e dytë, namazin, Kur'an. Tash nëse nuk vjen sqarim suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që shka mundësi me ditë namazin, nëse nuk e sqaron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka do të thonë? Eqimus salah wa atu zakat, agjëroni, falni namazin, jepni zakatin. Të namazi, nëse nuk e sqaron hadithi, kush i fal 2 rekate farz? Pse mi fal 2 rekate farz sabat? Ku ka një ajet në Kur'an që do të mi fal 2 rekate farz në sabah? S'ka. Ku ka një ajet në Kur'an që do të mi fal 4 rekate farz në drejt? S'ka. Ku ka një ajet që do të mi fal 4 rekate në ikindi, 3 rekate në akşam, 4 rekate në yatsi? S'ka. Ku ka një ajet që mes 2 rekateve do të mundon tehiyat, pastaj më uqun rekat në 3? S'ka. Dhe më thonë, nuk ka mundësi mu fal namazi pa na tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kem Kur'anin, po Kur'anin e sqaron hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe jo pa qëllim, njerëzit me frapavia e kanë sulmuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po Kur'anin e pranojmë, ama hadithi jo kanë thonë, e kanë bë pluhun rreth hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për më në fillim të parë që kanë bë ata janë që
nuk e pranojnë si argumentim hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dytë janë ata të cilët kanë nxjerr hadithe të dobta për me e vërtetuar bindjet e tyre të devijuara, dhe tretë ata të cilët kanë shpif hadithe për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, pa thonë hiç për me i vërtetuar ose për me mbrojt devijimet e tyre ose për me përçojë mitin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe lufta kundër Islamit, atyre të cilët nuk e besojnë Allah dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka vazhduar dhe vazhdon deri më sot. Prej kohës kur ka ndru jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata nuk e kanë sulmu kur direkt Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Se kanë ditë se nëse sulmuat pejgamberi sa musliman të reagojnë. Çka kanë bë? E kanë sulmuar Abu Hurairën. Pse më sulmuar Abu Hurairën pikit sahabe? 140.000 shok pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse më sulmuar Abu Hurairën? Se Abu Huraira transmeton më shumë të hadithe. E kanë sulmuar Aishën. Pse më sulmuar Aishën? E kujtoni që është e rastishme. Abu Huraira dhe Aisha radhiyallahu anhuma janë njerëzit me mas tepër me hadithe që kanë transmetuar pi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira në jetën e përditshme publike, Aisha në jetën private në shtëpitë vet. Nëse pejgamberi sa ka bën në shtëpitë vet, përveç se pi Aishës, pi çdo kona kena pak informacione, shumë pak. Se Aisha kon ton kohën me pejgamberin sa. Thuaj tash ti Aisha është lavire, si ti jeni ajo lavire, hadithet smirën pi sajna. Thuaj ti Abu Huraira është njëri pa njohur, nuk e dihet ku ne ka pas bab, ku ne ka pas nëse, çfarë kanë thonë ata? Ku ka pas me kur ka jetuar, ku s'ka pas shpipi, ka njëri dyshim, pse shumë i brengos ta dyshimi për Abu Hurairën, ja. Këta i brengos nëse Abu Huraira paraqitet si njëri i keq, bin afër 7.000 haditheve që ka transmetuar Abu Huraira. Nëse Aisha paraqitet si kur e keqe, bin afër 6.000 haditheve që i ka transmetuar Aisha. Pastaj këta sinal këtu, kanë vazhduar më vonë. Ajde ku, të Sahih Imam Bukhariut. Kush ai keq? Ibn Hajar, se ka shpjeguar Sahih e Bukhariut. Të Sahih Muslimit, kush ai keq? Imam Nawawiu, se ka shpjeguar Sahih e Imam Bukhariut. Tash më thon Sahih Imam Bukhariut është i keq, është problem. Që shoku muslimanëve Sahih Imam Bukhariut është i keq? Se është vështirë me deportu kështu. Jo, Sahih është mirë. Ama komentatori më i shkëlqyer, më i madhi i Bukhariut është Ibn Hajar Asqalani, Allah subhanahu wa taala pas më shërua, atëre ose i bën tekfir ose nxjerrin mllëf për të në mënyrë që më ra të popullit të musliman shpjegimi i Sahih të Imam Bukhariut. Te Imam Muslimi, kush e ka shpjeguar më mirë Sahihun e Imam Muslimit se sa Imam Nawawiu? Se ka shpjeguar kurkush? Atëherë edhe Imam Nawawiu kafir. Do thonë në sulmin që i bët Imam Nawawiut është të sulmuar Sahih Imam Muslimit. Në sulmin që i bët Ibn Hajar Asqalanit është të sulmuar Sahih Imam Bukhariut. Në sulmin që i bët Ibn Abi Hurairës edhe Aishës është të sulmuar hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në sulmin që pastaj e kanë bërë pejgamberit sa është për qëllim Kur'ani. Edhe çështja vazhdon. Ne normal nuk gabimet e gjithë secilit dietar, ato janë gabime. Dhe jo që ne i drejtojmë ato, po i kanë drejtuar dietar të tjerë, të cilët e kanë të drejtën, se as nuk e kemi atë drejt, aty ku kanë gabuar, inshallah Allah subhanahu wa taala ai mëshiron. I arsyeton e i fal për shkak se janë njerëz. Ama më këshir se kanë gabuar njerëzit, nuk ka njëri që s'ka gabu. Dhe qëllimi i gjurmimit të gabimeve të dietarëve me qëllim me i hiq njerëzit nga fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është qëllim i msheft. Nëse nuk është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çish më ditë na me fal namazin, s'dim. Çish më di sa racate ka drejka kështu me kindia sabah yasia, s'dim. Kur hin koha e drekës se kur del, se dim. Kur hin koha e kindies se kur del, nuk e dim. Kur hin koha akşamit e yasis kur del, nuk e dim. Kohët e namazit nuk i dim nëse s'na i tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kohët e namazit nuk janë të përshkruara në Kur'an. Ato i sqaron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim. Për çfarë ta kemi zbritur hadithin, ta kemi dhënë vahi, por më sqarua njerëzve ma nuzila ilayhim atë që ka zbrit. Se pas sqaru pejgamberi sa atë që na ka zbrit, na nuk e dina. Kalojmë te çështja e agjërimit. Allahu subhanahu wa taala thot: "Faman shahida minkum ash-shahra falyasum." Kush është gjallë në këtë muaj, në të agjeron. Pastaj, hani pini, hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, derisa bëhet mëngjesi, thumma atimmu siyama ila al-layl, pastaj agjeroni deri në akşam. Çka më agjeru, çka më bë? Kush na ka thënë neve çka është agjerimi? Veç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush na ka thënë neve kur prishet agjerimi? Veç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kush i sqaron për neve rregullat e agjërimit? Kur'an, si janë në Kur'an shkruar. Atë janë vetëm sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos më kon suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kërkush nuk di me agjëru. Mos më kon suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kërkush nuk din me u fal namaz. Kalojmë te haxhi. Allah subhanahu wa ta'ala thot: "Walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila." Për Allah është obligim, Allah ka bë me vizitue Ka'bën kush ka mundësi. Çka? S'ka më. Kush kallzon kur do të më shkuë me bë tavafin? Kush kallzon çish do të më bën jetën? Kush kallzon kur do të më dal në Arafat? Kush këtë rregullat e haxhit ku i mëson Kur'an? S'në gjon se nuk janë të përshkruara detajet e haxhit në Kur'an. Ato i specifikon, i detajzon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Zekati. Falë namazit, jep në zeqatin, çka më dhon zeqat? Ku e gjeni në Kur'an që zeqatin do të më dhon 2.5%? Kërkon. Ku i gjeni specifika se çish i për zeqati përveç të suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a që në fillim për të namazit, edhe besimtar duhet me pas një nivel pak më të lartë të precizitetit veçanti në namaz, por edhe të çështjet e tjera. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadithin e saktë: "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Faluni çashtu çyshum keni pa mu të u fal. Çdo lëvizje në namaz duhet me pas argumentin se çet lëvizje e kanë pa njerëzit që ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur mos bëni lëvizje në namaz për cilat nuk ka transmetim se njerëzit e kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të i bëjë lëvizje. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar: "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Faluni çyshum keni pa mu të u fal. Çet veprim që po bën ti, a ka pa dikush pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të bëjë kështu? Për shembull, për fillimit namazit, Allahu Akbar, i qesin dur të kanal. Kush e ka pa kështu pejgamberin? Kush transmeton në hadith të saktë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim namazit i ka thënë dur që kanal? Kush ka? Ku ekziston? Ni. Nuk ekziston. Me që nuk ekziston, hike, mos e bën ato. Bëne që ashtu që ekziston. Qysh e kanë pa njerëzit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Rrin të jot, qysh e kanë pa njerëzit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të rrin të jot. Moj e gishtin që kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të, moj gishtin. Moj durt, qysh e kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të, moj durt. Çoj durt, qysh e kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të, çu durt. Asnjë lëvizje të vetme me qëllim ibadeti gjithmonë, si të fol që kush ka nevojë diçka më kru ose diçka. Asnjë lëvizje në namaz me qëllim ibadeti mos e bëni nëse për atë nuk keni argument se njerëzit e kanë pa si të tillë të vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për shkak se dilni prej hadithit: "Sallu kama ra'aytumuni usalli", falun çishum keni pa mu të fal. Nëse e bëni veprim tjetër që s'e ka pa kërkush pejgamberi sa të bëj ashtu, pse e bën ti çat veprim? Ja po justësisht i bën si bën. A ka pa dikush këtë veprim të e punua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Jo. Nëse jo ik, se s'është veprim i saktë. Më konë që është i saktë, e kish pa dikush të e punua pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Të çështja e haxhit të tjerave, që pjesë e komentatorëve të hadithit thënë bën pjesë edhe adhurimet e tjera,
ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum. Ibadetet bëni që shikum bë une, jo ndryshe. Merrni prej meje çashtu që shikum bë une haxhin. Merrni prej meje çashtu që shikum dhonën në zakatin. Merrni prej meje çashtu që shikum agjëruën në Ramazanin. Merrni prej meje çashtu që shikum falën në namazin. Dhe në të gjitha çështjet neve veç do të më shtuo kujdesin. Por shtimi kujdesit lyp dituri pastaj, se do të më lyp hadithin. Për të dietarët e hadithit kanë përmend më tepër me që kanë mërzi, bidatxhit, është hadithi i saktë, zinxhiri i hadithit. Ai çet në bidat nuk e lidh kërkon, e çet një hadith vet që ashtu ku ka gjetë. Hadin ta kshyr me tash që hadith kur ti kshyr me hadithin, ajo se deli rreshëm ose deli shpifun ose del që s'është hadith hiç, pastaj prishet kreta ajo që ka ndërtuar. Ne nuk duhet me bë veprime në fe vetëm se ato që i ka bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe i përmendëm vetëm çështjet e islamit, çështjet e islamit, tamam, por në të gjitha çështjet e fesë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është sqarues. Në të gjitha çështjet e fesë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është sqarues. Kurani sinjalizon se ka duhet më shkue, kurse specifikat se çish duhet më veprua jep pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kushdo që mundohet me u shmang asaj që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai vetë ju ka shmang asaj me të cilën i ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Ka thonë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, "Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri." Ne të kenë kujdes ata të cilët e kundërshtojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Komentatorët e Kur'anit, "Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri." Ne të ruhen ata të cilët e kundërshtojnë urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë thonë në truhen po çëshmurujtse. Që ki me bon, ose ki mu kthy me mos me kundërshtu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose ki mu përballë me dënimin e Allahut. S'mundesh pi dënimit mos mundesh murujt. Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri. Ne të kenë kujdes nëse ata të cilët e kundërshtojnë sunetin, urdhën praktik, jo vetëm në pranim, a është suneti obligim as është, se ato bësh kafir më njerë nëse e diskuton. Ama në praktik, në truhen ata të cilët nuk e pasojnë praktikisht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se ka më ndodh njëna prej dyve, e treta nuk ekziston, nuk e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në ajet. An tusibahum fitna, se kushdo që nis me bë lëshime në pasimin e rrugës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka me kap fitnë. Çka është fitnë? Atë në Kur'an Allahu subhanahu wa taala ka thonë el fitnatu ashaddu min al qatl. Fitna është më arron se sa vrasja. Kurse komentatorët e Kur'anit thonë el fitna e el kufr. Fitna është kufri. Kushdo që nis edhe e kundërshton rrugën, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kjo rrugë e tij ka me qenë kufër. Funin ka me pas kafir. Tu elshu, veç këtë ashe ka boni pejgamber tjetër në vend Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe nëse se ka qitë zyrtarisht se filon është pejgamber jemi, në pasim është të shkua ka, thot ai, jo ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse të kap fitnja, të kap devijimi. Nëse të kap devijimi, këron kufër. Allahu subhanahu wa taala ka dhënë një kërcënim në Kur'an për ata të cilët nuk shkojnë sipas rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kushdo që e kundërshton rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, edhe zgjedh një rrugë tjetër që se pa të zgjedh sahabët, se mu'minin këtë kohë besimtar kanë qenë vetëm sahabët. Cila ka qenë rruga e sahabëve? Pasimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kushdo që zgjedh një rrugë tjetër përveç asaj të sahabëve, nuwallihi ma tawalla. Allah nuk ja merr shpirtin atij më herë. A ki kundërshtu sunetin? Po, tash ti vdes. Jo, me vdek nuk vdes.
të jeton, ama Allahu ta thënë qafen duke të lanë në rrugë të gabume, derisa zhytesh që shfell, që kur të merë Allahu subhanahu wa taala ma nuk ka pështim. Ka sjellë Allahu subhanahu wa taala disa argumente në Kur'an për ata të cilët e kundërshtojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose rrugën e Allahu subhanahu wa taala. Falamma nasu ma dhukiru bih, thot Allahu kur e kanë lënë njerëzit nuk kanë punuar që ka thënë Allahu, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fatahna alehim abwaaba kulli shay. Ja na ju kemi thënë thot Allahu subhanahu wa taala tullit mire. Siç më gjithë ato të mira, masi që kanë kundërshtuar sunetin, po dhe ka disa njerëz tu edhe ka që i njihni edhe, mos më shku shumë lart, pasu sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, talebet e Sheikh Albanit, mashallah, hajt, tu devju, talebet politikanëve. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ka të ardhur tyje që ky kufri ka të ardhur tyje. Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri. Kanë ardhur se ki kundërshtuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe nuk ka ardhur devimi për një ditë, po të ka ardhur kadal. Derisa ma nuk e përmend pejgamberin sallallahu alaihi wasallam hiç. Ani përpara, mos më thon sallallahu alaihi wasallam, më thon ti veç alaihi salam, thoshë diku që bidatxhi. Se s'po thuhet tamam sakt sallallahu alaihi wasallam. Edhe këto që të tillë, nuk thësh, nuk bën me thon pejgamberi, Resulullahi. Tash ka thënë, profeti paqja qoftë mbi te. Po ku mësove çdo? Kush ta ka mësuar tash ty çdo fjalë, ku i ke mësuar? Këto fjalë që të devimet kanë ardhur, masi që ja kishti hilën të suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri. Në të kenë kujdes ata të cilët e kundërshtojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tusibehum fitne, se vallahi duke kundërshtuar këtë rrugë, ka më të quhet që ajo rruga tjetër ka më të quhet kufër. Sigur që i ka quhet njerëzit përpara dhe i qenë edhe sot. E yusibehum adhabun elim, ose ka ata dënim i dhëmshëm. Nëse dikush pështon nuk e mrin shkallën e kufrit, nuk ka mundësi me pështu prej dënimit. Kushdo që e kundërshton sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam praktik, njënër prej dy çështjeve, ose ky kundërshtim ka me quhet atë në kufër, ose ky kundërshtim ka me quhet atë në dënim të madh. Për të Allahu subhanahu wa taala mëson te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me bë dua, edhe këtë dua do të më bëjë na Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. O Allah, mos na i devjo zemrat e tona pasi që na i ke udhëzuar. Se është tmerr tragjedi e madhe është me mësua një refen masanena me lëshua. Edhe pse nuk është arsye tim që me thonë unë s'po mësoj hiç për mos me devijua, se edhe ai e ka tragjedinë e vet. Ama tragjedi mbi tragjedi, ai që e ka mësuar fen edhe fenesje e ka harru ato që e ka mësua, Allah subhanahu wa taala mëson pejgamberin sa me bodo, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, mos ne devio zemrat e tona pasi që na ke udhëzuar. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për vete bënte dua, ya muqallib al-qulubi thabbit qalbi ala dinik. O pejgamberi i Allahut bënte dua, lutje, o Allah mos ma devio zemrën. Në një rast të vetëm Allah subhanahu wa taala pejgamberi sa kur ka fol me mushrik, edhe ato për çështje daveti, për çështje interesit të muslimanëve. Allah ka thënë pejgamberit, laqad kitta tarkan ilayhim shay'an qalila, pat ka shku menja pak, se as menja nuk bën mi shkua njerit me bë kompromis me atë që ka thënë Allah dhe atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hiç as men nuk do të më quajë. Po është interesi, s'është ajo hiç s'ka as interes as kur gjej. Nuk ka interes më të lartë se sa fjala e Allahut, fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allah subhanahu wa taala: "Wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam." Ku të në fund kundërshtimi i pejgamberit në xhenem. Wa sa'at masira, edhe kjo është vend kundërshtim, përfundim shumë i keq. Besimtarët me mësu librin e Allahut, me mësua fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
Dhe këto janë bazat prej të cilës më ndërtohet shariati te anena. Të tjerat, veç nëse shkojnë në përputhje i pranojmë. Nuk shkojnë në përputhje me këto dyja, nuk e pranojmë asnjë. Fjalët e sahabëve. Do të mja qitë në peshore fjalëve Allah, fjalët e Allah, fjalët e pejgamberit. Nëse përputhen, mirë. Nëse s'përputhen, ecni. O janë sahabi, o janë sahabi pas vlen. Fjalët e dietarëve të gjithëve, më për fjalës së Allahut, fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të tjera, të gjitha bojnë vetëm nëse i përshtaten fjalës së Allahut, fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të gjitha. Dhe kjo është ky precizitet lyp dituri. Dhe kushdo që e bën këtë precizitet me lejen e Allahut subhanahu wa taala ka më hien xhennet. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.